Këshire dera, këshire atje. Në gjykatën speciale në Hag ka nisur faza përfundimtare e gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Nga sot deri më 18 shkurt, palët do të paraqesin deklaratat përmbyllëse, ndërsa seancat pritet të mbahen çdo ditë nga ora 9 deri në 16:30. Deklaratat përmbyllëse të prokurorisë do të zgjasin sot dhe më 10 shkurt, së bashku me ato të mbrojtjes së viktimave, ndërsa nga 11 shkurti fjalën do ta kenë ekipet mbrojtëse të pandehurve. Prokuroria e specializuar Kimberly West ka kërkuar një dënim të përbashkët prej 45 vitesh burg për 4 të akuzuarit, duke theksuar se dënimi kërkohet për përgjegjësi individuale dhe jo për UÇK-n si organizat. Ajo ka pretenduar se rreth 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë keq trajtuar dhe rreth më shumë se 50 kampe ndalimi të UÇK-s, në kuadër të një përpjekjeje për të ushtruar kontroll në gjithë Kosovën, duke shënjestruar kundërshtar të perceptuar, përfshirë dhe persona të lidhur me LDK-n, si dhe Rome serb. Ish krerët e UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.